Projekti me bicikleta dhe kamësor është organizuar nga Shkolla e Mesme Teknike Lutfi Musiqi, Departamenti i Komunikacionit. Në te janë të përfshirë mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollës sonë, të cilët synojnë që praktikën profesionale ta konkretizojnë përmes këtij projekti. Që ky projekt duket sa më mirë dhe sa më i suksesshëm, ne kemi menduar që në te të përfshihen shkollat fillore, gjithsesi klasët e teta, dhe unë shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë drejtorët dhe mësimdhënësit të shkollave të cilët i janë përgjigjur ftesës sonë. Besoj që ky është vetëm fillimi i një projekti, sepse në të ardhmen synojmë që ky të bëhet tradicional dhe ta vazhdojmë këtë traditë. Projekti është mbështet nga Drejtoria Komunale e Arsimit, ndërsa pjesën materiale e ka bërë shkolla jonë.